Një konflikt i ashpër familjar ka dalë në dritën publike mes këngëtares së njohur kosovare dhe kandidates për deputete nga lëvizja vetëvendosje Dona Lalloshi dhe ish bashkëshortit të saj, Gazmond Haxhi Feyzullahut. Ky i fundit ka bërë deklarata të forta në një intervistë për Insiderin, duke ngritur akuza të rënda ndaj ish partneres së tij, duke pretenduar se ajo po shkel vendimet e gjykatës dhe po përdor fëmijët si mjet presioni dhe hakmarrjeje pas kërkesës së tij për ndarjen e pasurisë së përbashkët. Sipas tij, prej më shumë se 8 muajsh, nuk ka pasur asnjë kontakt me fëmijët e tij, një situatë që e përshkruan si dramatike dhe jashtëzakonisht të dhimbshme. Jam i përjashtuar plotësisht nga jeta e fëmijëve të mi. Nuk më lejohet as t'i shoh pavarësisht vendimeve të gjykatës, është shprehur ai. Një nga pikat më të forta të akuzave lidhet me atë që ai e quan kurthi me fallxore. Haxhi Feyzullahu pretendon se gjithçka filloi të përkeqësohej në momentin kur Dona Lalloshi, sipas tij ndikuar nga motra, filloi t'i besonte këshillave të një fallxoreje. Këtu nisi shkatrimi i familjes, vendimet nuk merren më në bazë të arsyes, por të parashikimeve, ka deklaruar ai, duke e konsideruar këtë si një faktor kyç që solli krisjen përfundimtare të marrëdhënies. Paralelisht, ai thotë se kërkesa e tij për ndarjen e pasurisë së përbashkët ka qenë një tjetër shkak i rëndësishëm që ka thelluar konfliktin dhe ka sjellë sipas tij përjashtimin nga jeta e fëmijëve. Kujtojmë se ish bashkëshorti i këngëtares së njohur është arrestuar më parë për dhunë në familje.